Gjithë shumë kamarë jemi bashkuar gjithë, sot është vite e parë që do këtu edhe janë të përgatitur dhe të përshëndruar për ndeshjen që na pret natën 13. E njohim se kemi bërë edhe 2 ndeshje më përpara në Tiranë me ta, një ndeshje kemi parazuar dhe një kemi fituar. Është një ekip që janë gjithë bashkë, luajnë shumë fort edhe ne duhet jemi të përshëndruar që t'japim maksimumin tonë. Tani e dim që ne jemi kualifikuar edhe duhet përgatitemi shumë sepse në Evropian na presin ndeshje shumë vështira, si kundërshtar që kemi lozur më përpara Gjermania, Zvicra. Edhe janë ndeshje shumë të rëndësishme. Për ne nuk ka ndeshje miqësore, por duhet të futemi të gjithë kush për ta fituar çdo ndeshje. Sot kemi stërvitjen e parë me ekipën dhe mendoj që atmosfera është shumë e mirë edhe përgatitemi sa më mirë për të dy ndeshje. Kemi pas 2 ndeshje pak më herët dhe kemi fituar një lojë dhe kemi bërë baraz dhe kështu që shpresojmë dhe japim maksimumin për me fitu këtë lojë me datën 13. Po për ne domethënë jemi kualifikuar direkt dhe këto loja miqësore i shohim si kualifikim dhe do të japim maksimumin për me bërë rezultate sa më të mira dhe fitojmë çdo ndeshje.